Mirëditë dhe përshëndetje miq të Partizani Channel drejt për drejt nga shtëpia e futbollit teksa sot do të fillojë takimi testi i fundi miqësor mes Partizan dhe Beslidjes. Ismaili që ndron përpara, Dumbia, Atanaskosi dhe të djathtë Marku. Ndërkohë që më të avancuar Marku Skuka plishon të mundësi, Skuka drejt zonës për në fund, me sa duket të mundësia goditja që bllokohet, ka një prendim në radhë skuadrës së Beslidjes për topin që mund të kaluar vjen, megjithatë sulmi Partizan vjen me Sidi Ben. Se ky Sibe kanë nisur me shpejtësi me vrull ky takim niset nga krau i djathtë për të mbështetur pjesën e skuadrës, krosimi mirë drejt Keko, stopimi duhet të goditja, por në fund nuk arrin dot Albert Keko. Sidibe. Shikoni çfarë mbështetje vjen dhe Albin Marku, topi është për të duhet zona e tillër, Skuka, stopimi mirë, goditja i jashtë kuadratit dhe goditje këndi për Partizanin. Zabala, Trashi. Krosimi të qendrës, goditja më njëshme, jashtë kuadratit po e rrezikshme kjo tentativë. Topi gjatë Ismaili, mjaft mirë, mundësia për Skukën, pozicioni është i rregull gjithmonë Giuliano Skuka, afrohet zonës, duhet goditja, por në rinde portieri në momentin e fundit drejt. Bilali provon me Ilën, kombinim mjaft të mirë, mundësia dhe Elpano Qirko. Sidibe e ban brenda vijave. Shikoni, mundësia për Partizanin është Marku, në zonë është, vjen goditja, kushtohet nga portieri dhe goditje këndi, një tjetër mundësi mjaft të mirë për skuadrën e kuqe. Shikon lëvizjen e Kekos, por topi fort gjatë i bukur në detaj për Giuliano Skukën, mund të avancojë drejt zonës, e bën një gjë të tillë gjithmonë Giuliano Skuka, tentativa goditja, ndërhyj sërish portieri Molla. Gjithtaj duke qenë se Beslidja pra vjen të jetë në sulm si në këto çaste goditja. Jashtë, por shumë kujdes, sidomos në mes fushë, por është Rowan Humën, mundësia për goditur. Humën e godet dhe dërgon në rjetë. Çfarë goli shënon Partizani? Minuta e 30, Rowan Humën. 1-0. Gol mjaft i bukur. Humën. Edhe një herë mundësi për Partizani. Asistimi për Kekon, mundësia ndërhyn Molla. Nuk kuptohet në këtë çaste, dorëzojmë dhe japim mundësi skuadrës së Miket që të niset me forca më të shumta. Si në këto çaste, ideja mjaft e mirë, fusha, ankanse, duhet goditja. Tillë është, ndërhyn Qirko dhe herë, barazot sfida, barazon Ankancace. Krosimi i rrezikshëm, nuk largon siç duhet e më pas shkon në rjet, fusha shënon, përmbys gjithçka skuadra e Beslidjes, 1-2. Pasim jo i mirë, Humën, gjithmonë Humën, mundësia goditse, duhet një tjetër tentativë megjithatë Keko, duhet ta godasë, godet në ndërhyn saktësisht aty Janku. Humën për Sidiben. Krosimi fort dhe shtytës dytë, provon Keko, ka marrë një goditje në fytyrë dhe tashmë ka 11 metrash për Partizani drejt ky vendim, atje ndërshkohet me karton të verdh Topallaj. Niset Skuka, godet dhe ndërhyn Mollaj, e më pas kjo tentativë largohet në kondore mjaft mirë. Humën, për paksa përfiton tashmë mundësia, Skuka për Humën, mundësia dhe goditja shkon në rjet sërish shënon Partizani me Rowan Humën. 2-2, minuta e 64, sërish Rowan Humën. Eksperiencë si që të japin skuadrës lesgjane. Keko, Humën, edhe njëherë mundësia goditse, heziton dhe godasë, dërgon tek Sidibe, afrohet shumë zonës Sidibe, shumë afër zonës e afrohet me televizje. Tjeni që kërkon dhe krau tjetër, trajneri Flori Mbratu. Mundësi e mirë, Çela rekuperon, jep Partizani shans të mirë Aliu në zonë, gjithmonë Aliu goditja shkon larg kuadratit. Kazim Bincuka në zonë, toka se dërgon Kazim nuk e devijon jashtë, se një emër i njohur pra, si Eugene Xhaja. Topi mjaft i bukur drejt kolës, afrohet drejt zonës, pasimi në zonë, nuk arrin dot Bincuka, e pas vjen Kazim. 3-2 Partizani. Përmbys gjithçka skuadra kuqe nga asistimi i kolës tek mbyllja me sukses se Kazim Ongule. 3-2. Lëvizje mjaft e bukur e Valës, i cili dërgon tek Jata, i hap kraun në Buxhelajt. Që me tentativë të fortë jashtë përpolitet në rrjetën e jashtme të portës. Një tjetër test miqësor i kaluar me sukses. Partizani triumfon ndaj Beslidjes me rezultatin 3-2. Një ndeshje mjaft dinamike, por për më shumë le të marrë përshtypjet e trajnerit Flori Mbratu dhe protagonistëve të lojës. Testi i radhës miqësor dhe fitoria 5 radhazi. Një javë përpara fillimit të sezonit, a jeni kënaqur me paraqitjen e skuadrës? Përshëndetje. Po jam kënaqur, por jo nga rezultati, por nga përpjekja e skuadrës, intensiteti dhe organizimi. Ne improvizuam shumë në këtë aspekt
ndaj dhe prisja shumë tashmë që jemi në startin e sezonit. Ndaj duhet të bëjmë shumë e më shumë të mendojmë edhe për tifozët tanë. Kampionati fillon tashmë dhe skuadra duhet të tregojë veten dhe të bëjë tifozë të lumtur. Human, sot gjetët sërish golin madje 2 herë. I kënaqur me performancën e deri tanishme? Jam i kënaqur me paraqitjen, por duhet vazhdojmë të punojmë fort dhe të bëjmë edhe më mirë në vazhdim. Kazim, goli juaj vulosi fitoren ndaj Beslidhjes. A jeni kënaqur me minutat që u aktivizuat? Po, jam shumë i kënaqur për paraqitjen e sotme, por gjithashtu dhe paraqitjen e skuadrës, komunikimin në fushë dhe gjithçka tjetër.